Jemi këtu në qendrën e votimit në shkollën e mesme Fëmijë Aganin e Klin për të parë numrin e përgjithshëm të votuesve deri në orën 5 dhe për të parë mbarvajtjen e procesit të votimit. Po për më shumë informata këtu kemi menaxherin e kësaj qendre të votimit, zotrin Sami Bardheci. Zotri Bardheci, si është numri deri më tani i votuesve që kanë dalë deri në orën 5? Edhe herë përshëndetje për ju, po numri i votuesve që kanë dalë deri në orën 17 është 3225 votues që kanë votuar deri në orën 17. Nuk ka pas asnjë ekses, muj me thonë se kanë qenë domthonë për zgjedhje më të mira që ka pas gjithçka në kontroll edhe nuk ka pas asnjë ekses sa më i vogël. Sa është kjo me përkthyer në përqindje? Kjo me përkthyer përqindje është 32.42% domthonë votuesve që kanë shfrytzuar drejtën e votës. Deri më tani në orën 5 a ka pas ndonjë problem të caktuar që vlen? Jo, nuk kemi pas probleme, nuk kemi pas asnjë ankesë për kërkuina, gjithçka ka shkuar në rregull. Mirë është të shkojë procedura. Ky problemi që është ka diskutohet që disa votues nuk kanë mujtë me gjetë emrin në listën e kësaj qendre pse vazhdimisht këtu kanë votuar. Kjo është problemi. Ka pas disa prej votuesve që kanë votuar herën e fundit, sipas tyre kanë votuar herën e fundit në shkollë këtu, edhe tash ju ka dalë në disa shkolla, qoftë në Smetrat, qoftë në një fshat ku e ka edhe përjardhjen. Kemi pas 2 raste që njëri prej tyre i ka dalë se ka me votu në Vitim Ric dhe njëri prej rastet i ka dalë se ka me votu në Fushë Kosovë. Këtu tash është përgjegjëse KQZ-ja mi po këtu gabimet pse kanë ndodhur dhe çu kanë ndodhur. Ne të falenderojmë shumë. Faleminderit për ju.